Lëmundja ka qenë një sport mjaft popullor në vendin tonë. Ky sport më së shpeshti është vërritur në përdasma, por pasi që pati interes të madh, më vonë filluan të organizohen edhe gara e turnire të ndryshme. Për televizionin 21 rrefet ish mundësi Nebi Mustafa nga fshati Gjermit e Tovës, tani më gati 80 vjeçar. Ai tregon për pjesëmarrjen e tij në një garë ballkanike, ka arritur të dëshmojë se ishte më i miri nga të gjithë të tjerët. Në gara atëherë kishte, në gara unë kam marrë vend vetëm në Prizren, ata ishin që Prizrenin e majte ajo država atëherë, Serbia, e majte atë traditë kishin ato, parin ishte në shkush në Dragash, në ditin në Prizren. Jo, me në pare më vëra unë, që u përlam 4 kënë, 2 hupë, më në 2 metëm, unë mora dhe në parë. Por nga këto gara ati kanë betur vetëm fotografi dhe kujtimet. Të gjitha mirënjohjet dhe medalit i kishin humbur gjatë konfliktit armatosur të vitit 2001. Medali po në Prizren këmë filohet di. E kuj kjesë është medali? Medalet në mundër, mi kanë marrë, ato e mi kanë marrë dokumenta, kitë majre, siretat e në verë hoqës, mi kanë marrë milicia kur kanë dime njëshë. Nebiu tregon se nuk ka pasur kushtet e mira financiare për të ushqyer, por pasi që u bë i njohur, ai filloi edhe të fitonte nga ky sport, e më pas filloi edhe të kujdeset më shumë për shëndetin. Atë granë, atëherë gjithë hajtë për të bëjtë e maje, dhe isha ma shumë ne, më vashna me të këto, kur kishta, kur erë puna ma ba, se ma bom, nëse ne, u bom bilivonat me e, nëse në botë, darësën pa konë ne, asit atë. E në mishta pare, mishta shumë, ma pa vashna, mjallë, voje, këtë gjithë të hajët, dhe se njerit i barmajrë që ajo gjithë i hajët. Ky ish mundus ka qenë pjesë e klubit Shartet e Tovës. Sipas tij, rrugtimet për të zhvilluar ndeshje jashtë vendit kanë qenë mjaft të shpeshta. Në klubin ne kemi kanë më parë në Shar. Klubi Sharkut akon kishte kluba Radovishti, Stromeca, Shkupi, Di, këtë kishin në kluba. E kemi shkuar atje, vëshin ato këtonë, u përlashe si stajnë që shkujnë të futbale. Ai tregon edhe arsyen e lirjes së trupit me vaj para ndeshjes. E linja me zitinash, ene kur përlashën të kapër, ene shumë një mundë në të masi përlashën një mundë zitini, e lihe që për zitin ma butë rashë. Nebi Mustafa tregon edhe një ndeshje të cilën nuk mund të haroj sa të jetë gjallë. E bëhet fjalë për ndeshjen e cila zgjati 3 orë të tëra pa asnjë ndërprerje. Përlavën ma interesant në ka konë janë përla nga ere me Ibrahimin e Shkupit. Se a Ibrahimin
nuk kishte njerë kur ta zoje, kur vajte këto. Ishte shumë, e ne, jam përla në gare 3 saat. Hiq pa unë, 3 saat, e në mapa, kur marrojnë ndesha, rëzova une, ama murën për krahaj më kënqu njërë rejkë se asë njësit. E kishë ma i vonin se në hipësha ma shumë që i u lëdhë 3 saat jam pra, ndesha. Para ndeshjeve vërejnë disa lëvizje interesante tek mundësit që në gjuhën shqipe popullore quhet perde. Nebiu tregon arsyen dhe origjinën e këtij vallëzimi, që është pjesë e mundjes tradicionale. Kjo është sa i thonë perde. Ne i thështë përpara patë. Këte kemi bon perde, ne kur kemi dalë bashat, bëjnë perde këshon. Se kjo tradit gusevari e Tetova ka pas gjithmonë. Kjo do në thote, kjo, si kur përpara që ka thonë, këto si thonë marrësh halalak me njerëzit. A marrë vesh, se përpara që janë përla, veve qish kohën ato gjanë përla me vend, me pilivana, kohën e pinga meri gjanë përla. E janë përla, po thona, një pilivan i Shkupit, një i Tetovës, salde e more vendin. Ndërsa arsyeja e vetme që ai u largua nga ky sport ishte mosha. Mosha, unë kom pas 40 vetë kur e kom la. Në 80 vetë e kom la. Mosha, nuk mosha për la. Sa hinë më mosh, do më bëjmë barë. Qërët nuk ka për la kush sa une, kërkush. Të qërët që janë për la ma pak. Kjo është kur e kemi lanë për Levan Lek. Ditë e fundit, e? Po. Kjo janë gjerë, ndarësëm torë. E për në fund, kishte edhe një porosi për të rinjet. Sport janë gjë e mirë. Duhet mirën. Ama duhet të kenë organizat, duhet dukush t'i organizoje. Se çdo sportist duhet, si dale, ma pa duhet ta maja ata, për të koni në vend mirë, jo për të dalë. Ndërsa në hyrje të shtëpisë së tij gjendet kjo pikturë, dhurat nga i biri i Nebiut Muhamet Mustafa, por përveç kësaj, edhe vetura e Nebiut mban bishkrimin Pelivan. Por Nebi Mustafa në rrethinën e Pollogut, përveç se si mundës, njihet edhe si bamirës. Ai në dhomat e tij mban mirënjohje të ndryshme për ndërtimin e rrugëve, xhezmave e xhamive, por ajo që na la më së shumti përshtypje ishte një shumë majme të hollave që kishte dhënë në hapjen e Universitetit të Tetovës në vitet e 90-ta.